Çfarë kriteresh përdoren për të vendosur se kush do të përfitojë nga amnistia penale? Së pari do të kemi parasysh që amnistia penale jepet nga shteti për arsye se duhet të ikin disa individ nga paraburgimi ose nga burgimi për arsye se persona të tjerë duhet të futen në burg. Kush janë kriteret? Kriteret për sa i përket ligjvënësit vendosin kriteret të cilat nuk kanë të bëjnë me thjesht vetëm me marzhin e dënimit apo me dispozitën lejuese apo ndaluese të aplikimit të amnistisë penale. Gjithmonë kur është dhënë amnistia penale ka vetëm dy kritere. Kriteri i parë është ulja e dënimit me 2 vite ose 3 vite për burrat dhe gratë dhe personat të cilët janë dënuar me një dënim maksimumi deri në 2 vite përfitojnë. Të gjithë kategoritë të tjera nuk përfitojnë asgjë më shumë përveç se do të kenë një lehtësim për ulje dënimi. A përfshihen të gjithë të dënuarit apo vetëm këto kategori që ju thatë? Pra kategoritë e tjera nuk përfshihen fare. Një pjesë e kategorive përfshihet, pjesa tjetër jo. Për shembull, burgimi i përjetshëm jo. Për shembull, ndonjë vepër penale që ka të bëjë me vrasje të funksionarëve publik, jo. Personave të cilët kanë patur të shkuar në një konflikt familjar dhe kanë vrarë një person, jo. Pra, disa nga veprat penale të cilat janë të rënda, apo janë edhe në nenet ndaluese, nuk aplikohet pjesa e amnistisë. Si do të ndikojë pastaj amnistia në popullimin e burgut apo mendohet kjo nismë për të fituar politikanët të cilët aktualisht janë të burgosur? Jo, nuk është vetëm kanë fitojnë politikanët apo jo, sepse ligji penal nuk duhet të jetë diskriminues. Për mendimin tim duhet të përfitojnë edhe ato të cilët vuajnë dënimin. Për personat të cilët nuk vuajnë dënimin, sigurisht nuk kanë çfarë do të përfitojnë për shkak se janë në paraburgim. Ndërsa personat të cilët vuajnë dënimin, edhe nga dënimi do kenë ndonjë përfitim, përfitimi është vetëm tek ajo pjesa që thamë te ulja e dënimit. Nuk ka ndonjë përfitim tjetër që kupton amnistin që unë për shembull të fal të gjithë dënimin e mbetur pa kryer dhe unë të liroj një nga burgu. Pra nuk ka këtë kuptim dhënia e amnistisë në Republikën e Shqipërisë. Është thjesht vetëm statistikor që të bind disa individ, për shembull, dërtove pa leje, do dalësh nga burgu më shpejt. Bëre një veprim që konsiderohet marzhi dënimit deri në 3 vite, në rast se ke bërë 1 vit, në fund fare do dalësh brenda kohës kur caktuar dhe amnistia. Ndërsa nga ana tjetër do të keni parasysh loja që bëhet për përfitim të politikanëve është një mashtrim publik, sepse duhet të shikosh dispozitat dhe të personat edhe sikur të jenë ndaluar në aspektin e përfitimit të daljes nga burgu, ata përfitojnë vetëm uljen e dënimit për shkak se kemi të bëjmë me vepra penale jo të rënda në kuptimin e ligjvënës që nuk ka si pasoja vrasje të një individu. Çfarë do të ndryshuar sipas mendimit tuaj në sistemin penitenciar në Shqipëri? Shumë gjëra, po duhet të kemi parasysh që së pari masa e sigurisë ales në burg. Diferenca midis krimit të rëndë dhe krimit të lehtë. Burgu është ambient izolimi dëshkimor apo edukimi apo i riedukimi. Prokuroria mbron buxhetin e shtetit për të mos aplikuar masat e dënimit ose masat e sigurisë arrest në burg. Gjykatat i shërbejnë dhënies së drejtësisë për burgimin. Të gjitha këto duhet patjetër të ndryshojnë, jo vetëm në aspektin material që kemi të bëjmë normimin me ligjeve, por edhe në aspektin politik që nuk kupton politikat penale që aplikon gjykata, politikat penale po që aplikojnë nga prokurorët kur kërkohen masat sigurie. Pra të gjitha këto janë politika penale, të cilët në fund fare kanë edhe një politikë të caktuar që aplikohet nëpërmjet drejtorisë së burgjeve, që është politikani, pra ministri, drejtues politik të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Pra, në rast se nuk do të ndryshojmë mentalitetin dhe frymën
që konsiderohet në përburgje që futen në burg mbaroj jeta, pra këtu kërkon të bëjmë një reformë shumë të thellë të kuptojnë çdo person që çfarë kuptimi ka burgimi, pra burgimi vendoset për ndëshkim apo riedukim. Nga ana tjetër, sipas avokatit të popullit, 5 burgjet duhet të mbyllen sepse kanë kushte shumë të këqija gati njerëzore, nga mungesa e kushteve higjieno-sanitare deri tek mbipopullimi. Si duhet të veprojë shteti në këto raste? Avokati i popullit është një institucion i cili është rekomandues, pra konstaton, rekomandon, ankohet, por nuk ka një fuqi vendimarrëse. Kjo do të thotë që avokati i popullit do shumë punë akoma për të kuptuar rolin kushtetues, por edhe atë europian, duhet të kuptojë që politikat penale kalojnë përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe patjetër edhe Këshillit të Ministrave. Avokati i popullit, i cili flet për mbyllje, duhet të këshillojë për ristrukturim, për infrastrukturë dhe patjetër duhet të thotë që keqeverisja e burgjeve ose keqeverisja në tërësi kanë sjellë këto pasojë që qytetarët shqiptar ndodhen në burgje pa kushte minimale, jo maksimale, se quhet luks. Prandaj avokati i popullit thjesht bën një statistikë ose bën një deklaratë që të justifikojë punën e bërë 2026. Megjithëse jemi tek kushtet, si janë aktualisht kushtet e jetesës në burgjet në Shqipëri dhe a respektohen standardet europiane për trajtimin e të burgosurve? Është një pyetje shumë delikate, sepse unë nuk mund të flas për gjithë burgjet. Një pjesë të tyre që unë kam parë, sigurisht kërkohet dhe nevojitet patjetër ndërhyrje infrastrukturore sa më shpejt ose i përket qëndrimeve të paraburgosëve dhe të dënuarve. Por ajo që unë dua dhe të shpreh që duhet të bëhen nga ata të cilët ne votojmë në parlament, të bëhet një kontroll parlamentar nga deputetët e opozitës, për shkak se ata e kanë për detyrë të bëjnë një detyrë të tillë institucionale, por e vërteta është ajo që unë kam parë është që asnjëri nuk intereson infrastruktura, burimet njerëzore a paguhen, si justifikojnë ata individët që punojnë në burgje djersën lodhi që kanë në raport me shërbimin që japin, a vlerësohet nga qeveria aktuale shërbimi i tyre tek infrastruktura. Pra janë shumë element të cilët për mendimin tim nuk mund t'i përgjigjem veç për shkak se në mënyrë të përgjithshme. Në rast se ne nuk kuptojmë që infrastruktura e burgjeve është skandaloze, atëherë thjesht ato gjëra që ndodhin me vdekjet të paraburgosëve apo të dënuar në burgje kuptohet realiteti. Pra, vetëm me vdekjen e disa individë kuptohet se kush janë kushtet në burgjet e Shqipërisë. Najsa ju keni informaciona, kanë burgosurit akses të mjaftueshëm në kujdesin mjekësor dhe mbi popullimin që tashmë në disa burgje të vendit është faktik, a ndikon kjo në shkeljen e drejtave të njeriut? Do të kemi parasysh diçka. Sigurisht, njerëz janë edhe ata që punojnë nëpër burgje, kur do të dëgjojnë një person që ankohet, sigurisht do t'i japë shërbimin, se kjo është sjellje njerëzore, jo thjesht detyrë. Pra është një detyrë natyrshme të individit për të dhënë ndihmën e parë, por më lejoni të them që infrastruktura brenda burgjeve për shërbimin e duhur të mjeteve të duhura, jo mungesa doktorit apo personave të tjerë që bëjnë pjesë e mjekësisë, por infrastruktura duhet të jetë e tillë që burgjet të kenë mundësinë dhe aksesin të japin shërbim sa më shpejt. Kjo nuk ndodh për shkak se më shumë abuzohet me PPP sesa me investimi konkret në burgje. Dhe për sa i përket pjesa e të drejtave të ligjeve themelore të njeriut,
Ne thjesht këto e kemi si kaset. Në rast se ju doni të flasin për të drejta, ju shikoni që edhe njerëz të cilët nuk janë në përburgje se si mohon të drejtat e tyre, majtas djathtas shikojmë ditë për ditë diskriminimin dhe mos pasin një shtet social. Por ajo çfarë kuptojmë ne si shoqëri është kur thjesht bëhet lajmi i fundit, lajmi përburgjet, sigurisht që flasin për të drejtat, flasin për dhënien e ndihmës të gjitha. Në rast se nuk kemi infrastrukturë dhe nuk jepet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me gjithë kapacitetin e duhur nga Ministria e Financave, për sa i përket buxheteve të çdo institucioni, sigurisht çdo liri themelore të individit do jetë cënuar në atë moment kur shikohet qartë që qeverisja nuk jep atë që duhet tek institucionet të nevojshme që duhet të kenë patjetër infrastrukturën e duhur. Shumë faleminderit për intervistën e filluar.